Paqja me ju miq, ndjekës këtij kanali dhe ju vëllezër dhe motra në Krishtin. Mesazhi për sot vjen nga letra e Hebrejve, kapitulli 10, vargu 25, ku na thuhet: mos të heqim dorë nga të mbledhurit bashk, sikur se kanë bërë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Ky varg, të dashur miq, është në fakt një urdhër dhe paralajmërim. Dhe në fakt është i rëndësishëm për besimtarët që me sinqeritet kanë vendosur të ndjekin Krishtin. Thelbi i këtij mesazhi është së pari që rëndësia e mbledhjeve të rregullta në bashkësi nuk janë thjesht traditë fetare, por në fakt janë një nevojë shpirtërore, si për ndërtim, për inkurajim dhe qëndrueshmëri, të cilën në fakt e urdhëron vetë Zoti në fjalën e tij përmes të apostullit. Pse është pikërisht ky urdhërim që fillon me fjalën mos, pra mos heqim dorë së mbledhurit bashk? Nëse reflektojmë për kohët që jetojmë, shohim edhe me statistika një rrezik që sa vjen e shtohet, dhe në fakt është rreziku i izolimit. Dhe ky izolim i çon njerëzit në një vaktësi, mbytje dhe shkatrim shpirtëror. Pra një vdekje frymërore, siç e quajmë ne biblikisht. Dhe kjo ndodh pikërisht sepse, sikurse mund ta dimë vëllezër dhe motra, krishtërimi si besim është një marrëdhënie shpirtërore me Zotin. Dhe nuk ka asnjë lidhje me individualizmin. Nuk ka krishtërim individualist. Individualizmi mëson kënaqësitë e kësaj bote, mëson materializmin, të cilat janë kënaqësi boshe në fakt. Dhe materializmi është si një fe e radhës që bota promovon kaq fuqishëm sot. I krishteri është i thirrur të jetojë në komunitet, në bashkësi. Dhe bashkësia që është njihet si kisha, që na greqishtja, pra vjen kjo fjalë kisha, që është eklesia, do të thotë të thirrurit. Pra ata që janë thirrur, ata njihen edhe si trupi i Krishtit. Dhe nuk ka rëndësi se sa të përsosur janë, sa të rritur janë besim. Sepse ndonjëherë ka besimtarë të rinj që shkojnë në kishë dhe presin të shohin aty ëngjëj. Por ne jemi të gjithë mëkatarë, të dashur vëllezër dhe motra. Nëse shkon në një kishë dhe vëre që ajo kishë është e pa përkryer, atëherë është e pa përkryer sepse po shkon dhe ti atje. Pra nuk ka asnjëri të përkryer në këtë botë. Por Zoti na ka thirrur të mos heqim dorë së mbledhurit së bashku. Dhe ky është vullneti i tij. Nëse shkëputemi nga ky komunitet i besimtarëve, sikur se tham, kjo do na çojë në dobësim shpirtëror. Dhe sa më shumë të dobësohet rritja jonë shpirtërore, aq më shumë ne hapemi ndaj tundimeve shkatruese, të errta. Pra mos harrojmë sepse jemi në një luftë frymërore që është e padukshme. Dhe për këtë luftë Bibla na paralajmëron që ndodh për ditë. Pra fuqitë e errta janë për herë aktive, që besimtari i ri ose ai që ka nisur të rrugë për të njohur të vërtetën, mos të arrijë që të bëhet pjesë e kishës. Pra i ligu nuk e dëshiron këtë gjë. Djalli nuk e dëshiron këtë gjë, punon kundra kishës. Dhe çfarë bën? Mbjell tek njerëzit pikërisht këto ide të gabuara, të rreme, heretike, siç i themi ne. Pra mësime të rreme, ku e mëson edhe besimtarin të jetë materialist, të jetë egoist, të jetë individualist, të mendoj vetëm për gjëra të tjera përveçse për kishën, ku Zoti e ka thirrur që të bëj pjesë. Pra mos harrojmë, kisha, eklesia do të thotë të thirrurit. Nuk është ndërtesa kisha. Nuk është emri një denominacioni fetar. Kisha është bashkësi njerëzish
që mblidhen për të adhuruar Krishtin në frymë dhe në të vërtetë, teksa nxisin njëri tjetrin, luten për njëri tjetrin. Pra jetojnë në bashkësi këtë pjesë të ditës. Dhe kisha e parë mblidhej për ditë. Sot e kemi një herë në javë, ose 2 herë, 3 herë në javë, kushtohet dhe takimi lutjes, grupet e vogla me radhë. Por ama ka dhe besimtarë që kanë vite me radhë që nuk vën fare në kishë. Atëherë Zoti përmes apostullit thotë, mos hiq dorë së mbledhuri me ata njerëz për të cilët Krishti ka dhënë jetën, ka dhënë gjakun e tij. Sepse vaktësia dhe ecja sipas botës është taktik satanike, dashur miq. Djalli promovon këto ide të antikrishtit. Që ti të jetosh vetëm, të bësh idhujt e tu dhe të gënjesh dhe veten, thuash që unë jam i krishterë tani, edhe pse jam idhujtar. Nuk ka se si të jetë kjo gjë. Nëse më doni, thot Jezusi, zbatoni urdhrimet e mia, dhe urdhrimi i tij i fundit dhe porosia më e madhe është ta doni njëri tjetrin. Më i madhi ndër ju, më i zgjuari, ai që mban veten si më i larti, të jetë shërbëtori të gjithëve, thot Krishti. Dhe Krishti e ka dhënë veten për kishën. Dhe në kishë na thërret që të shkojmë. Pra ky është vullneti i tij, ta doni njëri tjetrin, dhe nuk thot të doni vetëm ata që ju duan, të doni ata që e meritojnë, të doni ata që janë të zgjuar apo të përsosur apo të pasur, thot i doni të gjithë. Sepse ai jetën e dha për gjithë. Dhe nëse na ndodhin gjëra të pakëndshme në kishë, dhe unë që u flas jam ai që kam parë shumë gjëra të pakëndshme në kishë. Dhe nuk i kuptoja, por Zoti më tregoi që këto janë ato gjëra që më rrisin shpirtërisht. Këto janë ata gjëra që më shenjtërojnë. Sepse çdo i krishter është thirrur edhe të vuajë për Krishtin dhe të dojë edhe mëkatarët. Pra mos harrojmë, Krishti vdiq për mëkatarët, nuk vdiq për të drejtët. Kështu që nëse nuk shkojmë në kishë me arsyen se ne jemi të drejtë dhe kisha është plot me mëkatar, atëherë ne po mohojmë veprën e Krishtit. Po mohojmë pikërisht ungjillin. Ndaj motivi sakt në gjithë që po flasim, të dashur vëllezër dhe motra, është që ditët e vështira po afrohen. Mjafton të shikojmë lajmet çfarë ndodh përreth, ku në këtë kanal bëj ndonjëherë dhe reflektime mbi atë që po ndodh dhe nxis, sidomos ata që janë turbulluar në ato kohra, duke i thënë të vërtetën që këto kohra janë gjitha të profetizuara. Do vinë ditë vështira. Puna është, këto ditë vështira nuk i kalojmë dot nëse nuk jemi pranë Zotit. Dhe Zoti premton që as flakët e ferrit nuk do mposhtin kishën time, thot ai. Pra të mbrojtur nga flakët e ferrit jemi vetëm në kishë, në bashkësi. Jashtë kishe nuk shkruhet as sekundi në Bibël që nëse jemi jashtë kishe, mund t'i rezistojmë vetë flakëve të ferrit. Dhe mos harrojmë, flakët e ferrit nuk janë vetëm shkatrim, dhunë, vrasje fizike. Janë edhe mësimet e gabuara, janë edhe joshje, rehati, materializëm, dëfrim, qefe në këtë botë, pa Zotin. Gëzimi pa Zotin është idhujtari, të dashur vëllezër dhe motra. Kush gëzohet me gjërat e kësaj bote dhe nuk jep lavdi Perëndis në gëzimin e tij, tregon që po gëzohet në mëkat. Sepse vetë apostulli Gjon na shkruan që mos e doni botën as gjërat që janë në botë. Sepse kush do botën është armik me Perëndin, nuk ka dashurinë e Perëndis, thot. Sepse çfarë është bota? Çfarë ka bota që i themi ne? Ka lakminë e mishit, lakminë e syve dhe krenarinë e jetës, të cilat shkrimi përmes apostullit thotë që nuk vjen nga Zoti. Dhe çfarë nuk vjen nga Zoti ne kuptojmë nga vjen. Vjen nga i ligut, dashur miq. Vjen nga fuqia e errësirës që i ka verbuar njerëzit dhe nuk e kërkojnë Perëndin, por gjen reati në këtë botë, dhe këtë reati po e gjen të krishterët. Të krishterët po argëtohen në botë dhe nuk shkojnë në kishë. Ndaj ditët e vështira po afrohen, të dashur vëllezër dhe motra, dhe sfidat për ndjekjet do shtohen, por mund të vijë dhe rikthimi i Krishtit për gjykimin përfundimtar. Dhe këtë thot shkrimi, nuk e them unë. Kështu që uniteti
dhe inkurajimi i përbashkët në kish janë jetik si për jetën fizike këtu në tokë, që është e përkohshme, por edhe për përjetësinë. Shkrimi i Shenjtë na paralajmëron mjaft qartë, madje disa herë, për këtë rrezik kaq të madh. Kur i vetë quajturi besimtar, vetë mashtrohet dhe nuk jeton në besimin e vërtet, në besimin biblik. Ndaj, si mund ta rregullojmë këtë gjë? Për besimtarët, hapi i parë është që të bëj prioritet mbledhjet e bashkësisë së besimit, sepse janë për të mirën e tij dhe për të mirën e përbashkët. Kur Zoti jep një porosi, e jep për të mirën tonë. Pra kur Zoti thot mos bëj këtë gjë, e thot për të mirën tonë dhe është njësoj siç ka thënë dhe Adamit dhe Evës. Mos ha nga fruti ndaluar i pemës së njohjes së të mirës dhe të keqes. Çfarë do të thot kjo? Do thot mos vendos vetë çfarë është e mirë për ty dhe e keqe për ty. Zoti e di çfarë është e mirë dhe e keqe për ne. Ne si besimtar jemi thirrur vetëm të besojmë dhe të bindemi që Zoti ka planin më të mirë, ka jetën më të mirë. Kështu që vërejtja që tham që mos heqim dorë tregon se kjo është një zgjedhje tërësisht e qëllimshme. Pra, thënë ndryshe, nuk ta ka fajin askush, vetë po e vendos këtë gjë. Ndaj Zoti të thret vetëm në një variant, që bëj këto mbledhje të kishës ose të grupit tënd krishterë një prioritet. Së dyti, je i sinqert dhe inkurajues. Mbledhja në kishë nuk është vetëm për të marrë, por për të dhënë. Po çfarë mund t'jap unë, mund të pyesi dikush. Nuk flitet vetëm për kontribut, për para, nuk po flasim për këtë. Po flasim për prani, dhe prania jote është një dhënje. Është një inkurajim për kishën. Pastaj një fjalë mirë, një lutje, ose mbi të gjitha, siç tham, prania dhe një mbështetje për tjetrin. Është më se mjaftueshme. Mjafton thjesht të bëjmë vullnetin e Zotit, ku thot mos hiqni dorë së mbledhuri, pra mblidhuni bashkë. Së treti, kërkoj një komunitet të shëndosh. Nëse grupi aktual nuk të ndërton, dhe thamë që kjo ndodh shpesh, dhe është një ndër arsyet më të zakonshme pse besimtarët tërhiqen dhe nuk mblidhen në kish, sepse hasin një grup që nuk i ndërton shpirtërisht. Atëherë kërkoj një komunitet tjetër, ku mund të jesh më aktiv dhe më i ndërtuar, po jo ta lësh fare kishën, të dashur vëllezër dhe motra. Dhe veçanërisht atje ku je, jepi përparësi studimit të shëndetshëm të Biblës, sepse besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë, lavdi Zotit. Së katërti, përdor teknologjinë. Nëse për arsye të ndryshme nuk mund të mblidhesh dot fizikisht, qoftë për shkak të smundjes, për shkak të largësisë e të tjera arsye, atëherë përdor video, telefonata, pra gjitho lidhje që kemi në internet për qëndruar i lidhur me bashkësinë. Por nëse ankohesh se nuk e ko, atëherë me të drejtë pyet veten ku po ja shpenzon këtë kohë, që krijuesi të jep çdo sekond. Dhe sa kohë po i dedikon atij? Shkrimi i Shenjtë na thotë që koha është nga Zoti. Kur themi Zoti na ka dhënë jetën, do thotë që Zoti na ka dhënë kohën për të jetuar. Dhe po njëjti Perëndi po të thotë dhe po na thotë gjithë neve, mblidhuni së bashku, ta doni njëri tjetrin. Kjo, të dashur vëllezër dhe motra, mund të ketë tingëlluar si një mesazh si duhes, por është një nxitje me dashuri për të bërë vullnetin e Zotit. Dhe dhënë Perëndia i Shenjtë, Zoti ynë, ndihmën që mos të neglizhojmë mbledhjet me vëllezërit dhe motrat në Krishtin. Le të na mësojë ai që të jemi pjesë aktive dhe inkurajuese të trupit të Tij, dhe të këshillojmë me dashuri ata që kanë nevojë. Le të na ndihmojë Zoti që të pendohemi nëse qëllimisht po vendosim gjëra të tjera sipër Atij. Le të na mbajë të bashkuar në dashurinë e Tij, sidomos kur ditët janë të vështira, dhe kërkojmë të në emër të Jezusit. Amen. Dhe po te letra e hebrejve, të dashur miq, na thuhet le të përpiqemi të nxisim njëri tjetrin në dashuri dhe vepra të mira. Dhe këtë nxitje për dashuri dhe vepra të mira mund ta bëjmë vetëm në kishë, të dashur vëllezër. Zoti t'ju bekojë.